Në Ulqin është zhvilluar turneu i tenisit Ulqini Bowl, ku morën pjesë ekipe nga trevat shqiptare me mbi 90 lojtar. Klubi i tenisit Hot Shot nga Gjakova u paraqit me 5 lojtar, ku arritën të fitojnë 4 kupa dhe 1 medalje. Trajneri i klubit Art Baruti tha se Kaun Baruti dhe Olea Gjoka u shpallën kampion në kategoritë të tyre dhe Joni Hima dhe Diora Gjoka nën kampion. Klubi Hot Shot u paraqit me 5 lojtar dhe u kthye me 4 kupa e 1 medalje. Kaun Baruti dhe Olea Gjoka arritën të shpallën kampion në kategoritë të tyre. Joni Hima dhe Diora Gjoka u shpallën nën kampion duke u ndalë në finale nga lojtari malazez, si dhe Ajan Rudi arriti vendin e tretë. Trajneri Baruti tha se ky është një kompeticion i veçantë mes një konkurrence të fortë. Ishte një turne tjetër i veçantë për klubin tonë, pasi që për herë të tretë me radhë në këto turnet arenal po dalim si klubi më i suksesshëm. Dhe po ashtu jemi shumë të lumtur pasi që pikërisht ky turne ishte konkurrenca më e fortë që kemi hasur deri tash me këtë gjenerat. Art Baruti gjithashtu tha se klubi Hot Shot këtë javë do të merr pjesë edhe në një turne që do të mbahet në qytetin e Peskë, ku edhe aty synohet për suksese të reja të klubit.